Memoriali i heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Lezhë është ndërruar në një nga pikat më të rëndësishme të itinerarit turistik për vizitorët e huaj. Turistë nga Izraeli dhe Spanja mbajnë vendin e parë për vizitat, shumë prej tyre për herë të parë në Shqipëri. Përveç interesit për të njohur figurën e heroit tonë kombëtar dhe historinë e qytetit, ata po shijojnë gjithashtu ushqimin tradicional dhe bukurinë natyrore të Lezhës. Lo estoy conociendo porque no conocía, pero yo soy catalana. Nuk e njeh me parë vendin tuaj, unë jam nga Katalunia dhe ka shumë ngjashmëri me zonën tuaj, por jam e surprizuar sepse është më e gjelbër dhe shumë e bukur, me tërhoqje shumë dhe memoriali i heroit kombëtar. Me kanë thënë që deri në 2029 do të jenë në Bashkimin Evropian dhe kjo do jetë diçka e mirë. Nuk e njeh me parë Shqipërinë dhe vizituam vendvarrimin e heroit kombëtar dhe ishte interesante dhe më pas do shkojmë në Tiranë. Ishim kurioz për të njohur këtë qytet. Erdhëm këtu për muaj mjaltë dhe ishte diçka e bukur, vizituam këtë vend historik dhe na tërhoqi, por duhet të them se edhe ushqimi ishte jashtëzakonshëm, kemi provuar me shumë ndryshme, por këtu ishte vërtet shumë i veçantë. Do dëshironim të shpenzonim më shumë kohë këtu, pasi për mua është hera e parë dhe jam emocionuar të shoh qytetin, mësuam shumë për Skënderbeun, Lezhën, Ilirë dhe historinë e këtij vendi. Bashorti më ka folur për disa nga monumentet tuaja dhe dëshiroj t'i vizitoja. Tani jam këtu, po shijoj sepse unë kam bashortin shqiptar dhe ishte diçka e bukur që tani e njoh më shumë vendin tuaj. Përgjithësi Muze Memorialit Paulin Zefi thekson se agjencitë turistike kanë rritur ndjeshmën për fshirjen e këtij monumenti në turet e tyre. Pra Lezhë si pikë bashkimi këtyre dy itinerarëve kryesore, kjo ka bërë edhe të mundur si rezultat pra ka sjellë edhe shtimin e numrit të turistëve të huaj, se vizitorët vetë vazhdojnë të jenë pak a shumë në numër të njëjtë, por shënohet një rritje theksuar, 8 mujorin që kemi kaluar një rritje theksuar raport me vitin e kaluar. Pra aktualisht ka më shumë të huaj se sa shqiptar, të cilët e vizitojnë memorialin vendvarrimit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe numri më të madh vjen nga Izraeli. Dhe këto që vijnë nga Izraeli janë kryesisht që janë me itinerarin që lidh Krujën me Lezhën. Pra itinerarin që se mund ta shihim ndryshe në thojza itinerari kastriotian. Dhe kjo pikërisht që bën lidhjen është pikërisht nëpërmjet Krujës, sepse numri më i madh i vizitorëve që vizitojnë Krujën, turistëve të huaj që kanë fjalën, vinë dhe vizitojnë edhe memorialin vendvarrimit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Interesi vjen duke kushtuar, kanë interes për të vizituar kështjellën e qytetit, kështjellën e Lezhës, gjithashtu dhe kishat mesjetare. Më aksesueshmja, dy kishat që kërkojnë më shumë janë e Planës, kisha Shën Barbas në Planë dhe kisha Shën Premtës Balldraj, por më aksesueshmja dhe më afër qytetit, vetëm 5 kilometra, është pikërisht kisha e Balldrajit, por kisha Shën Premtës. Dhe këtu kanë më të lehtë sepse edhe orari, po them edhe koha tyre, intervali kohë është mjaft i kufizuar e qëndrimit tyre në Lezhë, sepse janë në lëvizje, janë turistë që nuk rrinë në Lezhë për të fjetur, po themi, maksimumi se mund të zgjasë është 1 ditë vizitorin vizitor, dhe pjesa më e madhe për këtyre kërkojnë që përveç memorialit vizitojnë edhe kështjellën dhe kishën mesetare të Shën Premtës në Balldraj. Sipas të dhënave nga janari deri në shtator, memoriali i Skënderbeut ka pritur mbi 20.000 vizitorë, duke shënuar një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin e parshëm.